Vazhdojmë tash për shkollën shqipe dhe gjuhën shqipe, gjuhën më të bukur në botë, ku do flasim sot dhe do ta dim pak a shumë sa nxënës shkojnë shqiptar në shkollën shqipe në Zvicër, sa nuk shkojnë dhe pse nuk shkojnë dhe çfarë duhet të bëjmë që të shkojnë sa më shumë. Sot do kemi për të biseduar, si që thonë mikun e kësaj shtëpie, zotin Vaxhit Sejdiu, i cili është koordinator i shkollës shqipe në Zvicër dhe ftoj me duar tërkition Big Up Fonjonas Vaxhit Sejdiu. Mirë se erdhe në Folq Shqip Show. Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe me këtë dhuratë kaq të bukur ABC, shumë dizajn i bukur, pas ke gjetur një dizajn shumë perfekt për ta vendosur në këtë kopertinë dhe shkolla shqipe në kantonin Sangallës, vatër e Bashkimit Kombëtar. Mirë se erdhe i nderuar zoti Vaxhit Sejdiu. Kam kënaqësi që të kam në studio, duke të falendëruar gjithmonë për punën fisnike të mirë që bën kontribut gjuhës shqipe në Zvicër. Faleminderit për ftesën, edhe unë ju dëshiroj shumë suksese sepse emisioni Folq Shqip gjithmonë është krah i djathtë i mësimit shqip, i shkollës shqipe, i gjuhës shqipe. Është dhe do jetë gjithmonë. Pa asnjë përtesë. Çfarë përmbledh ky libër, meqense e tholl dhe ta dim, më duket është për mua apo jo? Po, ky libër është dhuratë personale, por mbi të gjitha është një libër që është shkruar me rastin e 30 vjetorit të shkollave shqipe në kantonin e Sangalenit, puna, përkushtimi, angazhimi i mësuesve, kolegëve, i prindërve, i nxënësve, janë mbi 500 faqe libër në të cilët përshkruhet brenda një 30 vjeçari puna kryesore që është bërë në kuadër të lidhjes arsimtarëve dhe prindërve shqiptar në infrashërin e këtë pjesë të Zvicrës. Bukur. Du me ditë sa është numri aktual i nxënësve shqiptar që shkojnë rregullisht në shkollën shqipe? Tani numri aktual në kuadër të shkollës shqipe lapsh lidhje në infrashërin e Zvicër shkon dikun mbi 1850 nxënës, pothuajse në pjesën ndërmuese të kantoneve të Zvicrës, gjithmonë në përpjekje sipër për të hapur sa më shumë shkolla, sa më shumë pika shkollore që ne i quajmë shkolla shqipe, me të vetmin qëllim që fëmijët shqiptar të mësojnë gjuhën amtare, të mësojnë gjuhën e nënës, sepse pa gjuhën e nënës, këta fëmijë janë shumë për të dëshiruar. Sa fëmijë shqiptar kam mundësi që jetojnë në Zvicër? Tani, numri i fëmijëve shqiptar, numri i familjeve të mërgjimtarëve shqiptar është, mendohet se është jashtëzakonisht i lartë, janë me mijëra fëmijë, të cilët vijojnë mësimet në shkollën e vendit, në gjuhën gjermane, frënga apo italiane, si gjuhë zyrtare, por numri i fëmijëve shqiptar është ky dhe gjithmonë shkolla shqipe ka dyert e hapura për të gjithë fëmijët, duke u bërë apel të gjithë prindërve shqiptar që dërgoni fëmijët në shkollë shqipe, sepse pa gjuhën shqipe, këta fëmijë, siç thash, janë shumë për të dëshiruar dhe mbi të gjitha është obligim moral dhe kombëtar, është obligim familjar, sepse në rend të parë baballarët tanë na kanë ruajtur gjuhën, na kanë këshilluar që ta mësojmë gjuhën shqipe dhe kështu që edhe ne gjeneratat tona, po edhe gjeneratat që vinë pas, e kanë për obligim që ti këshillojnë fëmijët e tyre. Mos pjesëmarrja masive në shkollën shqipe, mos pjesëmarrja masive, pra, sepse 1800 nxënës janë. Mirë është. Mirë po, ka mundësi për edhe 2800 të tjerë edhe 5000 duket, se ka shumë shqiptar në Zvicër. Mendon që është stresi apo mos mundësia apo është ekonomia? Ekzistojnë njëmori faktorësh. Nuk mund të themi se është ky apo ajo, janë njëmori faktorësh të cilët ndërlidhen në mes veti. Ja është orari i mësimit në shkollën e vendit që ka disa fëmijë që penalizon, është moskujdesi disa prindërve të cilët nuk i japin shumë rëndësi gjuhës amtare, gjuhës shqipe, duke menduar se gjoja se gjuha shqipe mos po i pengon, mos po ju jep stres më tepër apo ngarkesë më tepër. Dhe faktorë të tjerë të cilët ndikojnë janë të dorës së 2 dhe të 3, por ne kemi thënë dhe e themi gjithmonë, gjuha shqipe është palca e kombit. Gjuha shqipe është identiteti kombëtar, është kultura kombëtare. Nuk mjafton ta bëjmë vetëm shqiponjë dhe pastaj të flasim në gjuhë të huaj. Dietari shqiptar Sami Frashëri ka thënë shumë bukur, shenja e kombit është gjuha. Kur kombi humb gjuhën, humb edhe veten. Prandaj ne duhet të marrim shembuj nga historia shqiptare të cilët
me një sakrifisë të jashtëzakonshme. E kanë ruajtur dhe kanë mbrojtur gjuhën shqipe. Dhe ne duhet të vazhdojmë, dhe flamuri i gjuhës shqipe duhet të vazhdojë. Duhet të vazhdoj, bravo qoftë. Kjo është një mesazh shumë i bukur. Çka ju kishe thënë prindërve që thojnë mjafton me fol shqip në shtëpi, s'ka nevojë mi çun në shkollë? Tani, kjo thënie nuk përkon me realitetin, për arsye se edhe në trojet shqiptara të flasin shqip në familje, por shkojnë në shkollë, sepse shkolla është institucion edukativ arsimor. Shkolla nuk është vetëm një objekt, por është institucion edukativ arsimor, kur fëmijët zhvillohen, ngriten në aspektin e vetdijes intelektuale, por edhe vetdijes kombëtare. Dhe shkolla shqipe është edukim kombëtar. Edukim kombëtar sepse në orët mësimore ata mësojnë se kush janë. Ata përballen me fakte historike pse janë shqiptar, sepse jetojnë në një shoqëri multietnike. Dhe në këtë shoqëri multietnike ata përballen me sfida të ndryshme, qoftë fëmijë të nivelit të parë, dytë apo të tretë. Dhe për këtë arsye ne kemi për obligim si mësues që jemi në një farë forme misionar, sepse në fotografitë që ju kam dërguar janë me dhjetra mësues edhe mësues në mbar Zvicrën, të cilët punojnë dhe veprojnë, me të vetmin qëllim që të përhapim dritën e diturisë në gjuhën shqipe, në gjuhën amtare. Mendoj se deri diku ja kemi arritur. A duhet të kënaqemi me këto rezultate? Padyshim se jo. Dhe vazhdimisht synojmë që ky numër të rritet, që pikat shkollore të shtohen, që numri i mërgjimtarëve shqiptar të jetë edhe më i madh, 10 fish më i madh, që t'i dërgojnë fëmijët e tyre, sepse nuk mjafton ajo thënia që kanë lindur në gurbet, kanë lindur larg dheut, dhe tani ndoshta ka dhe të atill të cilët thonë, po edhe nuk ju duhet aq shumë gjuha shqipe. Jo. Gjuha amtare, gjuha e nënës është e vlefshme për tërë jetën, sepse është pasuri kombëtare. Dhe në këtë formë ne mundohemi të sensibilizojmë, të bëjmë ndërgjegjësimin e prindërve shqiptar, duke ju shpjeguar, duke ju dhënë këshilla, dhe deri diku gjërat shkojnë mirë, por natyrisht nevojitet një ndërgjegjësim edhe më i madh te familjet shqiptare kudo ku janë. Sipas teje, apo shkputet gjenerata e dytë dhe gjenerata e tretë prej rënieve të tyre shqiptare, në krahasim me gjeneratën e parë që kanë ardhur në mërgjim? Nuk kisha pas dëshirë të quaj se po shkëputet. Ka deformime, ka lëvizje të cilat nuk na pëlqejnë, ka veprime të cilat nuk janë të mjaftueshme në ruajtjen dhe mbrojtjen e gjuhës amtare, por unë gjithmonë marr shembuj pozitiv. Janë me qindra e mira mërgjimtar shqiptar të cilët fëmijëve të tyre me një këmbgulje u kanë mësuar, u kanë ruajtur gjuhën amtare. Sa është rrezik asimilimi nga mos mësimi i gjuhës shqipe? Është jashtëzakonisht i lartë. Është shumë i lartë. Është shumë i lartë. Unë në bazë të një statistike veçanërisht në kantonin e San Galenit, sepse në këtë kanton janë vetëm 2-3 gjimnaze, në të cilët fëmijët, nxënësit mund të ndjekin mësimet në një nivel më të lartë, më të strukturuar arsimor. Dhe pothuaj se të gjitha ata fëmijë që kanë vjuar mësimet në gjuhën shqipe kanë qenë edhe nxënës gjimnazi. Me ndonjë përjashtim të vogël ku natyrisht familja ka ndikuar apo familja ka kryer obligimin e saj. Cili kanton ka më tepër shkolla shqipe? Padyshim kantoni Zyrihit ka më shumë edhe për nga numri i madh i fëmijëve shqiptar, i familjeve shqiptare, por qëndrojnë shumë bukur edhe kantoni Argaut, kantoni Sangallës, kantoni i Turgaut e kështu me radhë. Keni mbështetje nga institucionet e zvicerane për hapësirat e klasave? Unë jam shumë mirënjohës, jo vetëm unë, por ne të gjithë kolegët jemi shumë mirënjohës institucioneve zvicerane, të cilët me një punë, me një përkushtim, me një vetdije të lartë, sepse gjuhët amtare quhen gjuhët të para, mundohen të na i plotësojnë kërkesat tona, edhe pse kërkesat tona si zakon nga një herë vinë edhe me vonesë, sepse ne asnjëherë kur fillon viti shkollor nuk e dim numrin e saktë të fëmijëve shqiptar që do të vijojnë mësimin. Po sikur do të ishte bërë një regjistrim i fëmijëve shqiptar me rregull, për shembull, ja siç fillon në institucione zvicerane, në shkolla zvicerane, tash në muajin shkurt, mars apo prill, atëherë ne edhe kërkesat do t'i parashtronim me kohë dhe numri i pikave shkollore do të jetë shumë më i kapshëm dhe shumë më i pranueshëm për institucionet e vendit, për drejtoritë e shkollave. Ti po mirësh me këtë angazhim që 20-30 vjetë. Janë mbi 30 vite që merrem. Shikon organizimi në atë kohë e shkollës shqipe, që sot, që ka ndryshuar? Shkolla shqipe, ashtu sikurse të gjithë shqiptarët, ka kaluar në sfida të ndryshme.
Tani nuk mund të flasim për vitet e 90-ta, sepse ka ndryshime të shumta. Tani edhe teknologjia ka bërë të vetën, për ta mësuar gjuhën shqipe ka edhe forma të tjera për të mbetur besnik gjuhës së prindërve, gjuhës së baballarëve, gjuhës së nënës, siç i themi ne, me një shprehje shumë të mirë shqipe, por mbi të gjitha për ta pasi pasuri kombëtare, sepse është i madh numri i studentëve shqiptar, është i madh numri i intelektualëve shqiptar që punojnë në institucioneve zvicrane. Po në anën tjetër, kur shkojnë në vendlindje, shohin pengesat, shohin sfidat, sepse përballen me gjuhën shqipe. Dhe mbi të gjitha, shqiptarët hynë në mesin e popujve të qytetëruar, sepse shqiptarët kanë përveç gjuhën dialektet që janë pasuri kombëtare, ne kemi edhe gjuhën letrare shqipe, e cila na bashkon në aspektin intelektual, e cila na bashkon në institucione, e cila na bashkon si popull, si kombë, sepse është edhe fakt historik që shqiptarët jetojnë edhe në shtete të ndryshme. Por mbi të gjitha, ne kemi një gjuhë, kemi një kulturë, kemi një kombë, kemi një identitet kombëtar, kemi një flamur kombëtar, një flamur shpirtëror, një frimarje shpirtërore kombëtare. E vërtet që gjatë këtyre viteve ka dhe deformime, ka dhe të atill të cilët ndoshta dikush ja kthen shpinën edhe gjuhës, edhe flamurit, por ato janë raste shumë të rralla dhe të papërfillshme në kuadër të popullsisë shqiptare. Ne jetojmë si të tillë dhe krenohemi me atë shqiponjën dy krenore, krenohemi dhe mundohemi që t'i shërbejmë asaj. Bukur, bravo. Sa është kapaciteti i mësimdhënësve në Zvicër dhe sa është kapacitet, numri që ti ke dëshirë me arrit të nxënësve në Zvicër? Tani unë nisem prej vetës në një databazë të dhënat e lidhjes arsimtarëve dhe prindërve shqiptar në infrashin e Zvicër figurojnë dikun mbi 80 mësuese dhe mësues që punojnë. Unë jam në mesin e atyre që barti flamurin për nga numri i nxënësve, sepse nuk ka kënaqësi më të madhe kur i sheh klasat plot, të duket vetja si në Kosovë. Dhe krenohesh me ata fëmijë shqiptar, dhe mbi të gjitha krenohem me prindërit shqiptar, të cilët i udhëzojnë fëmijët e tyre që ta mësojnë gjuhën shqipe. Potenciali ynë është shkon krahas interesit të prindërve shqiptar. Në momentin që prindërit shqiptar janë të interesuar, bëjnë një kërkesë, sepse kërkesa komunikimi tani është shumë i thjeshtë, nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet webit shkollashqipe.ch, nëpërmjet pamjeve Shkolla Shqipe Zvicër, ata mund të na kontaktojnë, mund të marrin kontaktet e para dhe në momentin që shohim, për shembull, në njërin prej fshatrave apo qyteteve të Zvicrës, se kanë interes, mobilizohemi dhe në bashkëpunim me drejtoritë arsimore të shkollave të vendit, hapim pikën e radhës. Dhe pastaj shpallim konkursin për mësues, sepse edhe mësuesit mu më gëzon fakti kur paraqiten mësues edhe mësues të ri, të cilët dëshirojnë të punojnë në kuadër të shkollave shqipe, edhe pse pagesat janë simbolike, por ajo që ishtin morali kombëtar, ishtin detyra e një misionari që duhet të punoj, sepse dikush duhet ta bartë flamurin e gjuhës shqipe. E meritojnë një dorë trokitje, kretë. Ja ku janë edhe mësimdhënësit mbrapa në prapavi, kështu që i përshëndesim të gjithë, respekt për punën dhe misionin që bëni, bravo qoftë. Në Zvicër ka mundësi për shumë më shumë pjesëmarrje të fëmijëve dhe i këshilloj dhe i ujthirje gjithë prindërve që ti çojnë fëmijët e tyre në shkollën shqipe. Cilat janë dëshirat apo pyetjet më interesante që i bëjnë fëmijët ndaj teje si mësues? Fëmijët janë një botë më vete dhe në momentin që ti merr kontakt me fëmijët është një botë e tërë pyetjesh, përgjigjesh, po edhe kërkesash të ndryshme. Në mesin e tyre, për shembull, kur vinë fëmijët, veçanërisht ata që vinë nga klasa 2, 3, që vinë pak me vonesë, sepse ardhja me vonesë ka edhe pasojat e veta. Ka pasojat në kuadër të grupit të fëmijëve, të cilët e mësojnë gjuhën shqipe, sepse ne pastaj jemi të detyruar të ndajmë në grupe. Dhe ka disa fëmijë të cilët nuk janë këshilluar mirë e drejt, që duhet ta mësojnë edhe gjuhën shqipe. Kjo nuk është ndonjë gjë që ne ndonjë luks, por është nevojë e kohës. Por mbi të gjitha, është edhe ajo obligimi familjar, është edhe obligimi të gjithë atyre të cilët deklarohen se janë shqiptar. Duhet ta mësojnë.
Dhe në momentin që vjen ai i cili nuk është i informuar mirë, thot, edhe albanisht me mësua. Ajo pastaj si mësues të lëndon në shpirt, por me kalimin e kohës e sheh edhe nxënësi, edhe fëmiu, e sheh edhe grupi i nxënësve sa ajo te kalohet. Pastaj ka raste të ndryshme kur bëjnë pyetje të ndryshme veçanërisht ata të cilët fillojnë ta kuptojnë gjeografinë dhe historinë shqiptare. Sepse ne shqiptarët kemi pasaporta të ndryshme, por të gjithë, jo vetëm në shpirt, në qenie, në ADN, jemi shqiptar. S'është me rëndësi se në cilën pjesë të trojeve shqiptare banon. Ajo që është me rëndësi është sa i shërben gjuhës shqipe, sa i shërben kulturës shqiptare, sa i shërben identitetit kombëtar. Dhe kjo duhet të vlerësohet. Për fatin e mirë, institucionet tona në Prishtinë dhe Tiranë kanë filluar më të madhe të ndryshojnë këto gjëra. Unë kam qenë gjatë pushimit verës në fillim korriku me 17 nxënës edhe nxënës dhe 3 kolegë kam qenë në shkollë verore në Shqipëri dhe kemi vizituar pothuajse gjithë Shqipërinë, duke e prekur nga afër atdheun e shqiptarëve. Në këtë libër është edhe një ese i shkurtër, i cili është frymëzim nga pyetjet e nxënësve, sepse ka fëmijë të cilët babën e kanë nga Presheva, kurse nënën e kanë nga Kumanova, ose nënën e kanë nga Shkupi, por babin e kanë nga Gjilani. Dhe në momentin që shpjegohet identiteti kombëtar, është shumë interesant se ata duhet të binden dhe t'ju tregohet e vërteta historike, pa hyrë në deklarata si përfaqësore të cilët i dëgjojmë në media apo në rrjetet sociale. E vërteta historike është një, të gjithë shqiptarët janë shqiptarë. Dhe ai flamuri kuqezi është flamuri të gjithë shqiptarëve, është flamuri shpirtëror i shqiptarëve, me të cilin flamur të gjithë dëshmorët kanë rënë në fushën e nderit për liri. Dhe thot po mësues, unë jam prindin, babajin e kam nga Shkupi, kurse nënën e kam nga Gjilani, po më thuaj, cili është atdheu im? Dhe si zakonisht unë kam vetëm një përgjigje për të gjithë fëmijët. Mundohem rreth rrotull t'u sqaroj se si jetojnë shqiptarët, si janë ndarë shqiptarët, cila është historia shqiptare, cila është gjeografia shqiptare dhe në fund ju them, atdheu yt dhe atdheu im është Shqipëria. Nuk ka atdheu të dytë për shqiptarin. Pavarësisht krahinat, pavarësisht shtetet, pavarësisht trojet, atdheu i shqiptarëve është një dhe nënë e shqiptarëve është Shqipëria. Shtetet e Bashkuara të Shqipërisë. Më vjen shumë mirë për këto mesazhe, kanë vlerë të madhe. Vajxhit, kam thënë gjithmonë, du ta them përsëri, shqyr që të kemi ty dhe kemi shumë njerëz si ty që kontribojnë në këtë aspekt kombëtar dhe të gjuhës shqipe. Kjo është vlerë shumë e madhe dhe kemi nevojë sa më shumë për kështu mesazhesh, sepse po hapim rrjetet sociale, po hapim çfarë po dëgjojmë, çfarë po shikojmë, çfarë po habitemi me deklarata nga më të ndryshmet përçarëse, demotivuese e gjitha me radhë. Kështu që këto janë ajo vlera e pastër shqiptare që po tregoni dhe po thoni ju tani. Shumë faleminderit dhe shumë respekt për këtë. Faleminderit dhe juve, shkolla shqipe është derë dhe dritare për të gjithë fëmijët shqiptarë. Është e hapur në çdo kohë. Çdo telefonate, çdo prindi shqiptar që jeton në Zvicër, dhe jo vetëm në Zvicër, sepse pika shkollore të këtilla kemi pothuajse në pjesën ndërmuese të shteteve ku jetojnë shqiptarët. Po Zvicra është një komunitet jashtëzakonisht mirë i organizuar. Dhe përkujtojmë vitet e 90-ta ku numri i emigrantëve, i refugjatëve shqiptarë ishte jashtëzakonisht i lartë dhe numri i fëmijëve shqiptarë ishte 10 fish më i madh. Apelojmë të gjithë prindërit shqiptarë që të drejtohen drejt shkollës shqipe, sepse është pasuri kombëtare. Është shumë për të lënë shumë për të dëshiruar, kur i merr fëmijët dhe shkon në atdhë, dhe shkon në vendlindje, dhe fëmijët nuk e flasin mirë gjuhën, dhe fëmijët nuk mund të flasin me gjyshin dhe gjyshen në gjuhën anëtare. Dhe pastaj, gjyshe dhe gjyshja lëndohet rënd, por të mos ndodhin gjëra të këtilla, dhe por mos ndodhin shumë deformime të tjera të cilët i bëhen gjuhës dhe kulturës kombëtare. Është mirë që shqiptarët ta ruajnë atë që e kanë pasuri, dhe kjo pasuri nuk është vetëm e shqiptarëve, sepse gjuha shqipe llogaritet si gjuhë e shekujve, një ndër gjuhët më të vjetra të botës. Dhe si e tillë, ne duhet ta prezantojmë në institucione zvicrane, ne duhet ta prezantojmë përpara të gjitha institucioneve të tjera dhe në ballafaqim
por edhe me shkollat zvicerane ku jetojnë fëmijët shqiptar me fëmijët të tjerë të komësive të tjera, sepse historia shqiptare flet në vazhdimsi. Absolutisht, bravo qoftë. E meriton një Big up. Më shumit, tani për ta kurorzuar këtë intervistë të mrekullueshme i dashur Vaxhit, ne kemi dëshirë të ftojmë vëlla dhe motër këtu si shembull i mirë për gjuhën shqipe dhe mësimin e gjuhës shqipe në Zvicër, Gresa Shala edhe Gentonis Shala, të cilët do vinë në Full Ship Show. Bite Jonas, bite Big Up. Mirë se erdhët në Full Ship Show. Faleminderit që mirë se u gjetëm. Mirë se erdhët Gentonis, mirë se erdhe Gresa, apo mirë se erdhe Gresa, se na shqiptarët e kena ladies first për para, mirë se erdhe Gentonis. Kënaqësi që jeni sot në Full Ship Show. Kam dëshirë ta di se si ka qenë për juve pjesëmarrja në shkollën shqipe në Zvicër. Më duket jeni nxënës të rregull të shkollës shqipe. Qysh prej fillimit, qysh në klasën e parë, më duket, apo jo? Unë jam kohën për klasës e parë dhe në klasën e 8, tash jam ose unë e kom kryt. Po, këm kohën në shkollë shqip, më ka pëlqy shumë, se qysh me thonë, aty kom patë shumë shok, se kom o kom Kosovë. Edhe kena fol shqip, kena mësu, kena lujt, kena bo, qysh me thonë, si kena bo një kontest në shkollë, që është vizator mas mirë ti. Kush vizator mas mirë? Keni bo një konkurs në shkollë, keni fitu? Po. Qa fitove? Një dit me lito. Një ditë me lito. Me klasën. Okej, bukur. Gresa? Unë jam shku në shkollën Shqip Uster, për klasës e parë, tash jam në 7-ën. Edhe mua po më pëlqen shumë. Të pëlqen shumë, bravo. Po, kena Kush edhe është mësuesja jote apo mësuesi? mësuesi Vaxhit. Mësuesi Vaxhit. Okej, bukur. Kena shumë aktivitete, këndojmë, recitojmë, kena ka herë përshkojnë në Shqipni, edhe lujna top. Bukur. Për juve është, pra nuk është e mundimshme për të shkuar në shkollë shqipe. Pra, më thonë që shumë nxënës thonë jo, është ngarkesa. Është ngarkesa apo nuk është ngarkesë kjo? Është stres për i themi tash, me kuptuju më mirë. Nuk ka shumë stres, si shkollë normale, edhe pësojna shumë se Shqipen pësojna, edhe gjeografinë e Kosovës ose Shqipnin. Bravo. Keni kënduar një këngë bashkë? Po, kena. E kujt ishte ideja? Mësuesi Vaxhit, po na ka veta apo dojna me këndu, kena thonë po. E kështu këndoni ju Privat. privat? Ka herë. Se janë të më kërku për i dasëm. Privat që shme thonë, këndojmë po, shqip, Në aktivitete shkollore. Në aktivitete zakonisht shkollore. Në aktivitete shkollore janë të angazhuar. Gendonis dhe Gresa, kam dëshirë tani gjejmë këngën tuaj. A ka mundësi? po. Okej. E dëgjojmë këngën e Gendonisit i dashur mësues Vaxhiti. Ma jep një mesazh ta përmbyllim me këngën e nxënësve. Të lutem një mesazh sipas dëshirës tënde për shikuesit tanë. Mesazhi vetëm është drejtuar prindërve shqiptar. Sepse pavarësisht që ne jetojmë larg dhëut, pavarësisht fatit të këtyre fëmijëve që pa fajin e tyre lindin dhe rriten larg dhëut, ata duhet ta mësojnë. Nuk ka rrugdalje tjetër. Duhet ta mësojnë gjuhën anëtare, gjuhën e nënës. Dhe ky apel ju drejtohet në rend të parë mërgjimtarëve shqiptar, të cilët natyrisht e kanë por obligim moral dhe kombëtar që të kujdesen që fëmijët e tyre ta ruajnë gjuhën anëtare. Është thënë në një nga tekstet shkollore se gjuha anëtare është gjuha zemrës. Gjuha shqipe sepse zemra e shqiptarit flet shqip. Zemra e gjermanit flet gjermanisht. Zemra e një francezi flet frëngjisht. Dhe në këtë aspekt, këta duhet të kujdesen që fëmijët e tyre të flasin shqip, të frymojnë shqip, që edukimi kombëtar të vazhdojë sepse vetëm edukimi kombëtar mund t'i mbrojë nga asimilimi i përditshëm që folëm më herët. Dhe unë shpresoj që thirrjes time dhe thirrjes së emisionit Fol Shqip do t'i bashkangjiten prindërit shqiptar, sepse është në dobitë e tyre, është në dobitë e fëmijëve shqiptar,
Dhe mbi të gjitha, obligimi është i detyrueshëm. Mundohemi ta bëjmë më të mirën e mundshme. Ju lejmë tashi duke kërkuar që të prindërve shqiptarë që t'i çojnë fëmijët në shkollën shqipe për të mësuar gjuhën më të bukur në botë shqip. Gresa Shala, Gentonis Shala do këndoj një këngë vëlla motor këtu nga shkolla shqipe në Zvicër dhe ne e mbyllim këtë emision me këngën e Gresës dhe Gentonisës. Faleminderit shumë i dashur mësues Vazhiki. Faleminderit dhe juve.